Përshëndetje miq, mirë se ritakojmë sërish në Kjo është koha, në këtë takim të përditshëm në muajin e begatë të Ramazanit. Do të flasim sot për njeriu, krijimin e tij dhe dinjitetin njerëzor. Me kalimin e periudhës komuniste, ateiste në Shqipëri, u tejkalua dhe situata e mbijetesës. Shumë njerëz fituan liritë e tyre për të lëvizur, për të besuar, për të shprehur, për të zgjedhur dhe për të përzgjedhur. Po kjo liri e pa orientuar, pa një busull vlerash, shpesh solli modele jetese pa dinjitet. Modele jetese pa reflektim dhe pa vetëdijen se kush jam unë, cila është origjina ime, cili është burimi i fisnikërimit dhe i lartësimit shpirtëror dhe mendor. Për të gjetur rrugën, për të rikthyer në busullin e duhur, ashtu siç është ky muaj i begatë i Ramazanit, na duhen këto reflektime dhe këto meditime. Për të folur mbi këtë rrugtim, mbi këtë fisnikërim të mundësisë për të fisnikëruar gjithë secili prej nesh, do ta flas sot Hoxha e nderuar Gendian Mara. Hoxh, mirë se vini. Mirë se u gjej. Hoxh, Kurani mirë të vazhdueshme e fton njeriu që të ndërtojë jetën e tij me dinjitet dhe këtë nuk e ka thjesht në mënyrë dogmatike, duke thjesht ia urdhëruar, po jep një arkitekturë të gjerë të ekzistencës së tij, me origjinën e tij dhe me përfundimin e tij. Si paraqitet në Kur'an origjina e krijimit të njerëzit? Nga se jemi krijuar? Cili është, po themi, ai materiali i origjinës tonë? Zoti i Madhëruar në shumë ajete të Kur'anit famlar na paraqet dhe na prezanton me krijimin e njerëzit. Në surën e 2 të Kur'anit famlar, ajo që quhet ndryshe si surja Bakare, Zoti në një ajet të saj, në një verset të saj, nis dhe thot: "E kur Zoti u tha atyre me lajkeve." Me lajket janë engjëjt, të cilët janë krijuar normalisht para njeriu dhe para krijesave paralele të njeriu, të xhinëve. Dhe kur Zoti u tha atyre me lajkeve, unë do të krijoj në tokë një mëkëmbës. Mëkëmbës është qëllimi, domethënë, jo zëvendësi i Zotit, sepse askush nuk e zëvendëson Zotin, por zbatuesi i vullnetit të Zotit të gjithësisë. Ato me lajket i drejtohen Zotit dhe i thonë: "A do të vendosësh, do të krijosh në tokë një krijesë e cila do të bëj shkatrim në tokë?" Zoti u tha: "Unë di ato që nuk di." E kur e krijoi atë Ademin nga elementet e tokës, të dheut, siç thot profeti alayhi salatu wasalam, të gjithë ne rrjedhim burojmë nga Ademi dhe ai Ademi është i krijuar prej dheut. E kur Zoti e krijoi, i dha formën atij Ademit ashtu siç e zgjodhi Allahu i Madhëruar, në të fryu shpirtin. E tani u vërtetoi me lajkeve ato që Zoti e din dhe krijesat e tjera, siç ishin dhe me lajket, nuk e din. I pyeti, thot Zoti i gjithësisë, pra na e përshkruan këtë dialog i cili ka ndodhur mes tyre. E pyeti atë Ademin, ose i pyeti me lajket për emra të ndryshëm. Dhe ato me lajket thonin që nuk e dim. Që të kuptojmë origjinën e me lajkeve, që të kuptojmë dhe njeriu në vetë, domethënë ku qëndron njeriu me krijesat e tjera. Me lajket janë krijesat të cilat Zoti i gjithësisë pra i ka krijuar para njeriu dhe para xhinëve, krijimi i të cilëve është bërë nga drita, janë krijesa të logjikshme, të arsyeshme, por janë pa emocione, pa ndjenja, pa epshe, nuk i posedojnë diçka të tillë. Ndërsa njerëzit dhe xhindët i posedojnë edhe arsyen, logjikën, edhe emocionet, pra kanë edhe emocione në brendësinë e tyre, kanë dhe ndjenjat dhe epshet. Ndaj dhe kanë thënë, kur njeriu, kjo krijesë e cila u krijua pas me lajkeve, arrin të kontrollojë, të menaxhojë ndjenjat e tij, emocionet e tij, dëshirat e tij, të cilët do qofshin ato, ai ngrihet në gradën mbi me lajket të cilët janë krijesa të cilat nuk gabojnë. Por kur njeriu e anashkalon arsyen me të cilën e ka begatuar Zoti i Madhëruar atë, atëherë njeriu bie në një grad që quhet grada e gjallësave të palogjikshme, të paarsyeshme. Nga ky çast, Zoti i gjithësisë për na përshkruan se e krijoi atë Ademin nga elementi dhe nga elementi tokë. Dhe pikërisht, domethënë, ne kemi dhe në traditën tonë fetare që kur e varrosim dikë, ndër të tjera lutje që ne cilësojmë ose përmendim aty, minha khalaqnakum, ajet kuranor, minha khalaqnakum, wa fiha nu'idukum, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, nga dheu ju krijuam, në dhe do t'ju rikthejmë dhe sërish do t'ju ringjallim dhe një herë tjetër nga dheu. Pra, njeriu si krijim, Zoti ka zgjedhur që ai njeriu të jetë i krijuar nga elementet e tokës. Ashtu siç krijoi atë xhindët, domethënë me kryetarin e tyre, pra shejtanin më vonë e krijoi nga flakët, nga zjarri,
i cili edhe refuzoi të bindet urdhrit të Zotit. Zoti na përshkrua në krijimin e njeriut se në një çast, pasi u vërtetua e gjitha kjo, Zoti u flet atyre me lajkeve, në të njëjtën kohë i flet edhe shejtanit. Bjerini në sejdë, jo shenjtërimi, por në shenj bindje ndaj Zotit të gjithësisë dhe nderimi atij njeriut. Shejtani çfarë përgjigjet dhe thot unë jam më i mirë nga ai, mua më krijove nga zjarri, nga flaka, ndërkohë që atë e krijove nga elementi dhe që është balta. Pra, gjithsesi njeriu kupton se Zoti e ka krijuar dhe me një fokus të veçantë, duke krijuar këtë audiencë të posaçme për njeriu ku me lajket e nderojnë përmes sejdës dhe këtu bëhet diferenca tashmë. Është një krijesë ku Zoti ka nderuar në qiell përpara se ta zbres në tokë. Pra nuk është një qenie pa qëllimshmëri dhe një qenie rastësore. Dhe pikërisht një ajet tjetër Zoti thotë ne i kemi nderuar bijtë e Ademit, konkretisht surja Isra. Çfarë nënkupton ky nderim për njeriu? A nënkupton zbritjen në tokë me të tjera nderime apo është pikërisht ky moment që ju përmendet? Atëherë, pikërisht në ajetin që ju sapo përmendët në surën Isra, wa laqad karramna bani Adam, ne kemi nderuar të njeriu, të cilën ja mundsuam të shëtisë ose të lëvizë në tokë dhe ndet. Ktu kanë thënë, nderimi i parë vjen nderimi i krijimit, duke përsosur Zoti krijimin e tij. Pra nderimi i parë për njeriu është nderimi i krijimit, në mënyrë se si, domethënë çdo gjë është në vendin e duhur. Pra ne nuk arrim sot, sado që të ketë fantazi dikush, të arrijë dhe të imagjinoj një njeri me 4 sy, ose të imagjinoj një person me 3 këmbë. Pra që në fisnike edhe në strukturën e tij, në strukturën e tij, në materien e tij. Është i kompletuar njeriu, domethënë ashtu siç e ka krijuar Zoti i gjithësisë. Ne nderuam thot atë njeriu. E kompletuam këtë nderimin e njeriu krahas strukturës së tij me arsyeën. Ai që bën dallimin tek njeriu kush është logjika, është arsyeja. Dhe nëpërmjet kësaj logjike shikoj tani sa krahasim i bukur është, sepse Zoti thotë i mundsuam atij të lëviz në tokë, si lëviz njeriu në tokë. Njeriu lëviz në tokë, domethënë si një person i përgjegjshëm, lëviz në tokë si një person komandues në të njëjtën kohë. Ne i mundsuam atij të lëviz në tokë lëvizin dhe kafshët i nderuarin. Por kafshët domethënë lëvizin me një lloj tjetër, me një natyrë tjetër, ndërsa njeriu lëviz komplet ndryshe. Arrin të menaxhojë sistemin e jetës. Domethënë është ai komanduesi i saj. Nëse kafsha domethënë jeton jetën e saj nga fillimi dhe deri në përfundimin e saj në një formë të caktuar, vetëm ushqehet, plotson disa procese dhe nevoja jetike dhe asgjë më tepër, njeriu nuk është i tillë. Njeriu domethënë punon për veshjen e tij. Njeriu punon për përmirësimin e ushqimit të tij, për përmirësimin e jetës së tij. Gjëra të cilat ndoshta nganjëherë i quajmë luks sipas dëshirës së njerëzve, ama këtu thot Zoti dhe ne kemi nderuar, e kemi fisnikruar njeriu. Më pas thotë që do lundrosh edhe në det. Çfarë nevojitet njeriu për të lundruar në det? Njeriu shpiku domethënë mënyrën se si do të lundrojë në det. Njeriu shpiku jetesën si mund të jetojë edhe në det, të jetojë në tokë, të jetojë edhe në det. Nëse fillimi i jetesës domethënë do të ishte shumë normal, dhe shumë modest, kjo nisi dhe avancoi. Atëherë, nderimi për cilin flet Zoti i gjithësisë, nderimi i strukturës, nderimi me të cilin e ka pajisur me arsyeën dhe nderimi më i madh që i ka bërë, domethënë, që e ka bërë komandues të jetës dhe organizatorin e jetës në tokë. Kjo me patjetër që ka goxha përgjegjësi, por çdo përgjegjësi në të njëjtën kohë domethënë ka dhe ato privilegjet e veta. Privilegjet e asaj përgjegjësisë kush janë domethënë? Të ka nderuar, pra të ka bërë të parin e gjithë krijesave. Pra e veçoi në qiell përmes audiencës tashtë me lajkeve, e veçoi edhe në tokë duke bërë qenien dominuese dhe komanduese të jetës, siç e thatë, pra nuk janë kafshët ato që orientojnë jetën në këtë botë. Po ndërkohë Islami mbi të gjitha ripërtërihet përmes shpalljeve, përmes profetëve. Dhe nëse referohemi Kuranit si shpallja e fundit, ai solli një koncept sa të ri për raport me besimin për ata njerëz, aq edhe të vjetër duke e konsideruar si vazhdimsi e gjithë profetëve. Cili është koncepti i duhur, i drejtë që ofron
Kurani në raport me besimin e drejtë dhe përballë besimeve, po themi, të rreme. Në natyrën e tij, njeriu e ka të domosdoshme fillimisht besimin. Pra besimi çfarë është siguria, besimi çfarë është qartësia. Domethënë, ti thua dikujt, ka gdhir, ka aguar, është shumë e kollaj, ti e vërteton atë. Nëse e sheh domethënë që drita ka dalë, çfarë është kjo? Ky është vërtetimi i asaj që për cilën ti ke nevojë. Çfarë është besimi? Besimi është qartësi në vetveten e vet. Tani, besimi në origjinën e njeriut, në natyrën e njeriut, që është një domosdoshmëri, është besimi i drejtë. Ai besim për cilin profeti i Zotit, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, ka thënë, thotë, kushdo që lind, kur lind domethënë në vegjëlinë e tij, lind i pafajshëm ose në natyrën në cilën e ka krijuar Zoti. Janë prindit dhe faktorët e shoqërisë ata të cilët ndikojnë duke i dhënë një drejtim të jo të duhur, qoftë ky në Trinitet apo qoftë ky në duke adhuruar, domethënë zjarrin e duke adhuruar gjëra të kësaj natyre, dhe më pas thot lexoja ai profeti Fitratullahi lati fatara an-nas alayha, natyra e pastër në cilën i krijoi Zoti njerëzit. La tabdila li kalimatillah, nuk ka ndryshim të kujt, të fjalëve të shpalljeve të Allahut që në zanafillën e tyre. Atëherë, domosdoshmëria e njeriu për besimin, e ka të domosdoshëm një, e dyta, cilin besim? Besimin i cili është qartësi dhe siguri për të. Besimi i cili është qartësi dhe siguri për njeriu është besimi të cilin e ka shpallur Zoti i gjithësisë për ta patur kushtetut, të cilën e kanë pasur kushtetut të gjithë profetët, që është adhurimi i Zotit një dhe i vetëm, të mos i bësh shok Zotit, të mos lutësh dikë tjetër bashkë me Zotin, qoftë kjo në rahati, qoftë kjo në vështirësi, të mos falenderosh për të mira tjetër kënd vetëm se Zotin. Ndaj vrejmë se profeti i Zotit, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, çfarë thot? Kush i thot atij të cilit i ja ka bërë një të mirë, pra kërkon të jetë mirënjohës ndaj tij. Zotit shpërblef me të mira, e ka falenderuar dhe ja ka kthyer të gjithë detyrimin që ka patur ndaj këtij. Përse? Sepse çdo e mirë të cilën ne e gëzojmë këtë jetë, pra që e ka mirësi prej Zotit. Çfarë që e ka besimi i pastër? Besimi i pastër që e ka siguria, besimi i pastër që e ka qartësia, besimi i pastër që e ka qetësia. Kudo mund të qëndrosh me kokën lart. Ndaj, besimi është ai i cili të mëson që mos ju përkul askujt vetëm Zotit të gjithësisë. Mos ji mirënjohës, ne duhet jemi mirënjohës ndaj të mirave të cilat i bëjnë të tjerët ndaj nesh me patjetër, por jo i njëjti falënderim që mund të kemi dhe ndaj Zotit të gjithësisë. Mos i nevojtar për tjetrin, pra zemrën tonë mos e lidh si nevojtar, mos u robëro ndaj tjetrit, qoftë edhe në gjërat më të vogla. Shiko një shembull të cilin na e mëson i dërguari i Zotit dhe e praktikon një ndër shokët e profetit më të afërt, që ishte zotëria e nderuar Ebu Bekri. Profeti alayhis salam ka thënë, edhe nëse të bjen, pra je i hipur mbi një kafshë dhe të bjen shkopi ose ai kamzhiku me të cilin mund të përdorësh kafshën për ta shpejtuar, pra për ta përdorur për të shpejtuar kafshën, thot, nëse ke mundësi të mos i kërkosh tjetër që a mund të më japësh të lutem, pra që mos zbrez edhe një herë, mos përdoj, thot, edhe këtë thot ti zbatoje. Një ditë për ditësh ndodhi që zotëria i nderuar Ebu Bekri, që asokoj ishte dhe mbret i vendit në të njëjtën kohë, pra i kishte të gjithë në urdhrat e tij, i ra shkopi, thot, ndaloi e ulja të deven, ishe ngjitur mbi deve, dhe përse po e sjell shembullin e deves, sepse ai i cili e ka parë deven si kafshë nga afër, e ka provuar të ngjitet në të ngritja e deves dhe ulja e saj, është me të vërtetë diçka e vështirë, pra nuk është një diçka e shpejtë. Nuk është si të hipësh në kal. Është proces më i komplikuar sa dalësh në makinë dhe të futesh së Në patjetër shumë i komplikuar. Thotë ulja të deven, zbriti prej deveje, shkoi e kapi atë shkopin, u ngjit sërish dhe vazhdoi rrugën. I tha në prisi besimtarëve, pra mbreti, sikur të na kish thënë neve, do të ta kishim dhënë, si ishte nevoja. Tha, unë kam dëgjuar profetin për diçka të tillë. Pra në rastin konkret, ky me këtë gjë çfarë bëri? Ruajti edhe dinjitetin e të tjerëve, sepse kështu fillojnë këto me gjëra të vogla. Dhe fillon pastaj i urdhëron njerëzit ta thua se janë robërit e tu. Ashtu siç zotëria i nderuar Umeri në një çast pa drejtësie që ish bër nga prisi ose nga djali i prisit të Egjiptit, Amr ibn al-As,
kur vendosi drejtësinë, kur e çoi drejtësinë vend, çfarë thanë ndër të tjera, që kur i keni robëruar njerëzit ndërkohë që nënat e tyre i kanë lindur të lirë. Të gjithën këtë kush ta mëson? Barazinë që ka midis njerëzve, kush ta mëson? Drejtësinë e cila duhet zbatuar në mesin e gjithë krijesave, e drejta e gjithë secilit është jetojë. Nuk është se po i bën ndonjë të mirë që ti po i mundson atij. Pra, Islami e ka ruajtur dinjitetin njerëzor në maksimum. Ai sa i dërguar i Zotit në një fjalë të tij çfarë ka thënë? Ka thënë sadakaja dhe lëmosha më e mirë është t'i japësh punë atij i cili nuk ka, pra ka profesion, po nuk ka punë, dhe t'i japësh profesion atij i cili nuk e posedon. Pra t'ia ruash dinjitetin deri në maksimum. Ndërkohë, gjejmë njerëz të cilët përmes besimeve të ndryshme, kryesisht përmes supersticioneve ose përmes idhujtarive, duket që zotërojnë gjithçka, por se ngelin në klasë në gjëra minimale. Pra, mund të jetë njëri, po themi, me rezultate të larta në profesionin e tij ose tregtar i suksesshëm, dhe do të dedikoj këtij guri ose kësaj varse ose këtij momenti. Përse njeriu duke devijuar nga koncepti i drejtë i besimit, cënon dhe dinjitetin e tij. Pra, si duhet jetë kjo lidhja ose ky rreziku që shpesh njerëzit mund të arrijnë shumë suksese, po e humbin dinjitetin e tyre si krijesa të fisnikëruara, duke i dedikuar këtyre elementeve shpesh banal. Fillimisht do të thoja habitem se si njeriu në kohën në cilën e jetojmë, një kohë moderuar, një kohë civilizuar, anashkalon pjesën e besimit. Sinqerisht habitem. Habitem se si njerëz të arsimuar mirë, të kulturuar goxha, anashkalojnë pjesën e besimit. Të tjerë të cilët mjaftohen shiko se nuk jemi shumë në pjesën e praktikës fetare ose nuk jemi interesuar shumë për besimin. Po a ka mundësi, domethënë, njeriu të anashkalojë besimin? Çdo kush duhet t'i drejtojë vetes disa pyetje. Ku isha, pse jam dhe ku do shkoj, është më së normale. Sepse ti nuk ishe deri para se të lindje, po vallë ku ishe? Nëse nuk ishe fare, domethënë, çfarë do të ndodhi me ty? Janë pyetje të cilat njeriu duhet t'ia drejtojë vetes. Pra nuk është edhe nevoja që të kemi shumë diskutime me njerëz të fesë tani për të ngjallur atë nevojën tek ty për të medituar. Zoti në Kur'anin e tij famlar thotë: udhtoni dhe meditoni. Shihni në argumente të ndryshme dhe meditoni. Është e pamundur që diçka të jetë kot. Një dritë e cila është vendosur e ka një funksion për të ndriçuar. Po njeriu çfarë funksioni ka? Atëherë vim te kjo pjesa e besimit, domethënë që njeriu humb fisnikërinë e tij duke anashkaluar besimin. Nevoja për dërgimin e profetit të fundit ose shpalljes të fundit të profetit Muhammed ishte imediate. Arsyeja, arabët, shtëpia e shenjtë, Qabja e bekuar, ishtë ndërtuar, ishtë vizatuar nga profeti Adem a.s. Ndërkohë që ishtë ndërtuar në ato që ne shohim sot, në ato përmasa që është sot, në kohën e profetit Ibrahim dhe Ismailit në gjithën kohë. Dhe kishte një qëllim të vetëm. Pra Qabja është ndërtesë, ne nuk adhurojmë Qabën, ne nuk adhurojmë as gur dhe as dru, ne nuk adhurojmë as bukurinë e Qabës ose jo. Adhurojmë Zotin e saj. Madje nuk adhurojmë as profet. Patjetër që jo, patjetër që jo. Përkundrazi, profeti dhe kur ka folur domethënë për profecinë e tij, dhe kur ka folur domethënë për dashurinë që duhet kesh ndaj profetit, pra i ka kërkuar shokëve të tij dhe të gjithë besimtarëve në të njëjtën kohë, i thotë që unë nuk ka besuar asnjëri prej jush me besimin e drejtë përderisa nuk jam unë më i dashur për të, se sa gjithçka tjetër, madje edhe se vetja e tij. Përse e kërkon diçka të tillë? Mos ka nevojë i dërguar i Zotit për sakrificën e tjerëve, në asnjë mënyrë nuk e ka nevojën e tillë. Por duke ju bindur profetit, pra siç thotë Zoti që kush i bindet profetit i është bindur Zotit. Pse? Sepse gjithçka që flet është kërkesë prej Allahut. Dhe thotë, mos më shndroni mua ashtu sikurse krishterët patën shndruar Isain të birin e Merjemës. Pra mos më lavdroni në ato përmasa, pra mos jepni atribute hyjnore tashmë që kërkoni për meje që ndryshoj jeta apo të ndryshoj fati apo me patjetër, ndaj dhe ne kemi në dëshminë e cila dëshmon që ti u bëre pjesë e këtij besimi, dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Zotit. Nuk është zot.
dhe askush nuk ka qenë Zot veç Zoti i gjithësisë. Atëherë njeriu i nderuar im, duke humbur këtë fisnikëri në çështjen e besimit dhe duke u drejtuar bestytnive, duke besuar domethënë në shenjtërinë e një guri, duke besuar se një patkua domethënë mund të largojë syun e keq, apo brirët e dashit apo brirët e një cjapit të cilat varen në një monument shumë të bukur mund të largojnë syrin e keq, apo se hurdhat apo gjërat kësaj natyre mund të largojnë syrin e keq. Ky e ka ulur inteligjencën dhe fisnikërinë me cilën e ka krijuar Zoti i gjithësisë. Ky e ka çuar, domethënë, po të ishte në zero do të kishim thënë normal. Dhe kjo më kujton një shembull në para ardhjes së profetit. Arabët kishin shpikur dhe gjithmonë kur marrin për shembull arabët, marrin për shembull sepse jo për civilizimin e asaj kohe, por marrin për shembull për idhujtarinë që ishin thelluar shumë në idhujtari. Po ku e morën arabët idhujtarinë? Sepse në gjirin persik, ai që njihet sot si gjiri persik, nuk ka patur idhujtari. Ato e morën nga vendet e Shamit. Vendet e Shamit pra si Siria, Jordania, ky pellg i tillë që sundoheni nga bizantinët e asaj kohe. Aty morën idhujtarinë, mirë po e zhvilluan këtë lloj idhujtarie dhe e zhvilluan në formën e tyre. E zhvilluan duke ndërtuar idhuj të ndryshëm. Shikoj një ndër metodat që përdornin për shejtrimin e diçkaje që nuk kishte as shejtëri dhe nuk kishte as jetë. Ndërtonin idhuj, pra se i cili fis kishte idhullin e tij dhe njëri prej këtyre fiseve ndërtoi idhullin e tyre me çfarë ndërtoi? Me hurmat e Arabisë, domethënë me ushqim. Thotë dhe kur i kaplonte uria, nisin dhe hanin hurmat, sepse ishte domosdoshmëri, domethënë ushqimi. Pra, ta ndërtosh Zotin, ta ndërtojsh ti vetë dhe më pas ta adhurosh. Madje kemi një shembull ku në kohën e dërguarit Zotit, 2 fëmijë të vegjël i drejtohen babait të tyre, prindit, në mënyrë të vazhdueshme, baba, mos adhuro diçka e cila as nuk bën dobi, s'bën as mirë as keq, si shembulli i profetit Ibrahim. Kur i prishi ato idhujt, e pyetën dhe i thanë kush i ka prishur? Ta i ka prishur ai më i madhi. I ka thyer ai më i madhi. I vurin në lojë. I vurin në lojë, po në të njëjtën kohë i vuri domethënë arsye në punë. Pra, jo vetëm që nuk ishte vetëm taktika për t'i vënë lojë, ishte taktika për t'i zgjuar edhe një herë tjetër intelektin. Dhe intelekti i tyre thonte, çfarë thanë ato? Ato thonë, nuk ka mundësi. Domethënë ti po thua që ky i ka thyer, po ky as nuk lëviz, ky as nuk flet, ky as nuk të përgjigjet. Atëherë si adhuroni ju ato? Dhe ndodhi që në kohën e dërguarit Zotit, domethënë 2 fëmijë të vegjël i flisnin babait të tyre, o babai ynë. Domethënë si po adhuron diçka që e ke ndërtuar me duart e tua. Pra jeti skulptori i saj. Dhe ai domethënë dëshironte ndoshta me atë kryenësinë e tij që jo, se këto janë domethënë nuk thonin drejt për drejt që janë Zoti, po këto janë zotëra të vegjël, të cilat na afrojnë tek një Zot i madh. Domethënë një teori që nuk kishte tru i njeriu dhe logjik që mund ta përshkruante. Pra shpesh idhujtaria është jo vetëm humbje dinjiteti, por është edhe qesharake në formën se njeriu ndërton, po themi, botrën shpirtërore dhe besimin e tij. Sepse nxjerr domethënë nga natyra. Natyra e njeriu, pra të ofendosh logjikën me cilën të ka krijuar Zoti, domethënë nuk është e natyrshme kjo. Pra Zoti e ka ngritur mbi çdo gjallësi tjetër, krijesa, shkon dhe robërosh siguri apo një druri apo një vend. Absolutisht, domethënë një rrynë Zot, një kafshë të cilën e ushqen me dorë të afrohet. Po pse i till jeti? Domethënë që ndodhet diçka dhe po shkon dhe afrohesh, dhe ç'ndodhi me këta 2 djem? Tha këta e merrnin idhullin e babait të tyre dhe e hidhin plera. Shkonte ai të nesërmen, e merrte, e lante, e pastronte, e parfumoste dhe vendoste sërish aty. Një natë, 2 net, për natën e tretë, thot i vendosi shpatën në qafë. Dhe tha, mbroje vetëm, pra mos lejo që dikush të hedhë atje. Thot mirë, po ç'të shihte, kur e gjeti domethënë që ishte sërish atje në plera, tha, ç'është ky Zoti i cili nuk mbron dot veten e vet. Normalisht ne nuk vejmë besimin, nuk e vejmë në këtë lloj prove. Në të njëjtën kohë nuk e vejmë në këtë lloj prove, por besimi është afër logjikës, është afër arsyesh, është i natyrshëm besimi, ndërsa bestytnit apo besimet jo të sakta e nxjerrin njeriu nga natyra e pastër në cilën e ka krijuar Zoti i gjithësisë. Njeriu e ka të domosdoshëm besimin,
por ka të domosdoshëm pikërisht besimin me të cilin e ka krijuar Zoti i gjithësisë. Në shumë gjëra nuk i kemi ditur para se ti eksperimentonim, do të thonim. Domethënë foshnja, mënyrën e të ushqyerit në barkun e nënës e ka patur ndryshe. Ndërsa kush është ajo që ja mësoi këtij foshnje që vazhdimësia e jetës është duke thithur domethënë gjirin e nënës, domethënë dhe kështu arrin të ushqehet. Ç'ishte ajo që e mësoi diçka të tillë? A nuk mediton njeriu në këto gjëra? Nuk mediton njeriu se nga erdha? A do të ishte domethënë e pranueshme që njeriu të ekzistojë në këtë tokë, aq sa për të kaluar ato ditët, aq sa do të jetojë ai ç'rëndësi si ka. Për të kaluar ato ditët dhe a thua se asgjë tjetër nuk ka ekzistuar dhe nuk ka qenë, do të ishte diçka e kotë. Atëherë ekzistenca e njeriu ka një qëllim. Dhe për këtë qëllim, domethënë, të ekzistencës tij, Zoti thot në Kur'anin e tij famlar, unë nuk i krijova as njerëzit dhe as gjindët për gjë tjetër vetëm se të madhurojnë mua. Nuk dua prej tyre unë furnizim. Pra Zoti nuk kërkon prej teje që ti ta furnizosh. Zoti nuk është i paaftë, të themi ndryshe. Nuk është nevojtar. Përkundrazi, Zoti nuk ka nevojë për asgjë. Je ti që ke nevojë vazhdimisht për Zotin. Shkenca, domethënë, në një çast të jep siguri të plotë se ti do të shërohesh nëpërmjet këtij medikamenti, do të shërohesh nga kjo sëmundje. Dhe është shumë e sigurt. Po ja që nuk ndodh. Dhe në një çast atëherë kur ti heq të gjitha shpresat dhe ndodhe kundërta, çfarë ndodhi në këtë rast? Çfarë është kjo forcë e cila qëndron mbi çdo gjë tjetër? Sy ke ti dhe unë dhe sy ka dhe ata të cilët i ka sprovuar Zoti domethënë me verbri. Syrin e ka si gjymtyr, po nuk e ka shikimin. Këti si e ka dhënë Zoti lejen. Ka faktorë të tjerë për të cilët edhe mund t'ja ketë marrë. Atëherë, a ka mundësi që kjo krijesë që quhet njeri e kompletuar kaq bukur, çdo gjë e vendosur në vendin e duhur, a ka mundësi që më kryesorën me cilën e ka veçuar Zoti, logjikën dhe intelektin, e anashkalon dhe thot, shiko se këto çështjet e besimit më duken pak kështu. E sheh që është i lexuar, është i kulturuar, domethënë, i mirë arsimuar në shumë fusha dhe ka anashkaluar më kryesorën. Pra si duket se është hapur akoma zemra, se ndoshta në këtë rast është arsye normalisht, po mbi të gjitha ajo zemra e cila kërkon të vërtetën, ndoshta akoma nuk është aktivizuar. Ai interesimi dhe unë them vazhdimisht që duhet, domethënë, njeriu, çdo njeri ka nevojë që ne t'ia nxisim atë momentin, atë ndjenjën e reflektimit. Për atë ka nevojë njeriu. Po arritëm t'ia nxisim ndjenjën e reflektimit, njeriu e gjen rrugën e Zotit, e gjen vetë, e gjen shumë kollaj. S'është qartësi. Domethënë, është si të ecësh natën dhe të ecësh ditën. Nuk është e njëjtë. Dhe nëse do të ecim natën në errësirë dhe do të shohim vetëm një dritë e cila na shoqëron, a nuk do ta ndjekim atë dritën? Të detyruar, përse? Sepse logjika dhe natyra njerëzore thotë që do të shkosh pas kësaj. Se nuk ke të gjëra të tjera ose zgjedhje të tjera, alternativa të tjera. Atëherë, çfarë është drita e besimit? Po është siguri. Është siguri drita e besimit. Nëse ti do të jesh në det dhe ke vetëm një varg aty, si do e bësh? Do e marrësh detin me not, me kryenërsinë tënde se un jam notari i Zotit? Shumë njerëz të cilët domethënë i kanë kushtuar vëmendje shumë shkencave të ndryshme në jetë, por kanë ashkaluar më kryesorën. Habitem domethënë nga njerëz, habitem nga mjeku i cili me duart e tij të arta. Pra, sheh mrekulli me sytë e vet. Mund të bëj shumë operacione brenda një dite, dështon në disa në të cilat kurrë nuk i ke shkuar ndërmend se mund të dështonte. Domethënë në aspektin logjik ose shkencor, në shkencën e mjekësisë nuk duhet të dështonte, po ja që dështoi. I futet dhe bën një operacion të cilin nuk kishte shumë pritshmëri, por ja që diçka ndodhi dhe i dha pritshmëri. Kush ishte? Zoti i gjithësisë, askush tjetër. Ka mundësi gjithë kjo botë, gjithë kjo bukuri, çdo gjë e vendosur në vendin e vet, në vendin e duhur, të jetë krijuar vetvetiu, nuk ka logjikë që e pranon. Pra, dinjiteti arrihet përmes kuptimit, rrogjes së të vërtetës, përvetësimit të saj dhe jetësimit të saj. Dhe përveç ajeteve kuranore dhe janë dhe hadithet e profetit Muhammed të shumta, të cilat orientojnë për një jetë të dinjitetshme dhe unë po perifrazoj një thënie të tij ku ai profeti alayhis salam pra thotë Allahu nuk shikon trupat dhe pasuritë tuaja, por shikon zemrat
tuaja. Pra, duke sikur në çdo kohë do të ketë njerëz që do të fokusohen tek materia, tek e dukshmja, po sot mëngjes më shumë se kur, ku jemi në kohën e makijazhit, spektaklit, showut, duket sikur kjo thënie profetike duhet vendoset si digitur në çdo qytet, në çdo hapësirë publike, jo për ta lexuar të tjerë, por për ta lexuar së pari vetë, sepse shpesh na kap ajo gara për të grumbulluar sa më shumë anë materiale. Çfarë do thotë që Zoti shikon zemrat? Atëherë, fillimisht fjala profetike, Zoti nuk shikon trupat, domethënë dhe veshjet tuaja. Shpesh diferencën në ditët në të cilat ne jetojmë, domethënë le të themi realitetin. Diferencën tek njeriu, domethënë vlerësimi i njeriu në të shumtën e rasteve është një vlerësim material. Domethënë, për shumë njerëz ti vlen aq sa ke. Po ai i cili nuk ka, ti vlen aq sa ke. Zoti thotë që unë nuk shikoj tek trupat të cilat i ka krijuar vetë Zoti i gjithësisë. Madje kur një trup ka tmeta fizike, se ashtu e ka krijuar Zoti, ose i ka ndodhur diçka gjatë jetës tij që është me tmeta fizike. Na ka mësuar i dërguar i Zotit që themi elhamdulillahi alladhi afani mimma ibtalahu bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila, falënderimi i takon Allahut, i cili më ka bërë mua domethënë të shëndosh ndryshe nga sprova me të cilën ky është përballur, apo që të tjerë përballen me të tillë sprovë. Pra ti jemi vazhdimisht falënderues. Është Zoti ai i cili ka zgjedhur krijimin tonë. Zoti nuk shikon këtë, por shikon zemrat dhe veprat tuaja. Zemrat, besimi. Besimi ka nevojë për vërtetim. Ka nevojë që ta dëshmojmë diçka të tillë. Nuk, domethënë, ti thua besoj shumë në Zotin. Çfarë vërteton? Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Profeti thot, për shembull në një ndër fjalët e tij, kush e beson Allahun dhe ditën e gjykimit, ose të flasë fjalë të drejta ose të heshtë. Ku je ti me këtë koncept? Shkon një person dhe pyet të dërguarin e Zotit për të mirat, për veprat e mira. Çfarë është kjo? Çfarë vlerë ka kjo? Po nëse këtë nuk e bëj, dhe në fund fare çfarë thot? Profeti i përgjigjet dhe i thot, të mos u bësh keq tjerëve, ndërkohë që ti ke mundësi të bësh keq atyre dhe për këtë ti do të kesh problem. I pyetur kush është njeriu më i lumtur, o i dërguar i Zotit, kush është njeriu më i lumtur? Tha ai i cili lumturon të tjerët, lumturon njerëzit. Pra, besimi, zemra pra, në të cilën është ngulitur besimi, dhe domethënë që është mbjellur fara, dhe produkti. Produkti është ta vërtetosh besimin e zemrës, ta vërtetosh në jetën tënde të përditshme. Pra, me sa duket zemra është e platforma ku mbillen dhe kultivohen virtytet e vërteta, po virtytet e vërteta do të reflektojnë detyrimisht në vepra konkrete dhe qëndrime konkrete. Hoxha, janë të shumta pikat që unë do doja që të diskutonin bashkë në këtë takim, por për shkak të minutazhit do ta mbyllim këtu këtë bisedë, duke ju falendëruar shumë për këtë rrugtim, për këtë vizatim të kësaj harte e cila na ushqen një jetë të dinjitetshme dhe na çon tek e vërteta me gjitha. Zoti ju shpëlbeft. Faleminderit. Miq, ishim me Hoxh Gendian Marën, folëm pikërisht mbi dinjitetin njerëzor, se si Zoti e përmend njeriu, e përmend origjinën e tij, një origjinë hynore, ajsa dhe toksore, duke e ngritur mbi banorët e qiellit, duke e veçuar nga banorët e tokës dhe duke i premtuar atij parajsën, xhenetin dhe fëqinjësinë e tij më të lartë, nëse do ditë jetojë me dinjitet dhe do të kthehet tek ai faqebardh. Është ky muaj, janë këto ditë që na lehtësojnë këtë rrugëtim, na e mundsojnë këtë reflektim, prandaj të shfrytëzojmë momentet e këtij muaji dhe sa më tepër adhurime dhe sa më tepër zemër të pastër. Ju falenderoj për vëmendjen, miru takofshi.